Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, dhe Musa el-Hadi. Periudha e udhëheqjes së Musait ka qenë prej periudhave të ashpra në historinë e talibive. Kjo udhëheqje vazhdoi politikën urryese të baballarëve të tij për Alevit dhe për luftimin e tyre. Alevit u detyruan që të informojnë për revolucionin kundra Musait në drejtimin e Hysejn ibn Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib, paqja qoftë mbi të, në vitin 169 të Hijrit. Abasitët i vran revolucionarët dhe Hadi dha urdhër që të arrestuarit të vriten dhe ata u vran. Po ashtu, ata përdorën mënyra në vrasje, shkatëruan shtëpi dhe dogjën të mbjella. Ky revolucion ka qenë më i njohur dhe më i dhimbshëm mbas revolucionit të Kerbelas, të cilin e udhëhoqi Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, që u vran në mënyrat më masakruese. Mbas përfundimit të revolucionit, Mehdiu filloi të takohej me Imam Kadhimin, paqja qoftë mbi të. Ai nuk ishte i qetë dhe nuk ndjente siguri për udhëheqjen e tij, dhe në të njëjtën kohë ai shihte Imam Kadhimin, paqja qoftë mbi të lirë duke zbatuar rolin e atij predikues dhe friksohej se mos i pushtonte vendin e udhëheqjes së tij. Për këtë ai vendosi që ta arrestojë imamin dhe ta burgosi. Ali ibn Yaktin, që ka qenë prej ndjekësve të imamit, kanë transmetuar këtë ngjarje. Ebi Hasan Musa ibn Xhaferit i erdhi lajmi i arrestit dhe tek ai ishin prezent një grup njerëzish prej Ehli Bejtit. Ai i tha Ehli Bejtit: "Çfarë mendimi keni ju?" Ata thanë: "Ne kemi mendimin që të largohesh prej tij dhe të mos e shfaqesh veten tënde atij, sepse ai nuk është i siguruar prej sherrit." Ai buzëqeshi dhe tha: "Sehihetu kujtoi se do të dali fitimtare mbi Zotin, por Zoti është fitimtari mbi çdo gjë." Pastaj ngriti duart në qiell dhe bëri lutje mbi armikun e tij. Ibn Yaktin tha: "Njerëzit u shpërndan dhe nuk u grumbulluan vetëm në leximin e shkresës e cila njoftonte për vdekjen e Musa ibn Mehdi."